për gjithë ata të cilët ndin mundim shpirtëror, të cilët pikëllohen, mërziten, të cilët ndihen me të vërtetë të dëshpëruar nga fjalët e njerëzve, nga nënçmimet e njerëzve, nga vlerësimet negative të njerëzve, nga mos respektimi i njerëzve. Për gjithë ata kam një dhuratë, një eliksir për mendjen që na duhet në raport me edukatën, në raport me ballafaqimin, me këto fjalë të njerëzve, të cilët shumë herë ndikojnë që shumë musliman të kompleksohen, të ndihen keq, të ndihen mundim shpirtëror. Kujdes, me të vërtet duhet të ngritemi në vetdije, duhet të kuptojmë qysh kanë reagu pejgamberët, qysh janë sjell me njerëzit më të mirë në fytyrën e tokës, edhe pastaj kjo do të shërbej si ngushëllim për shpirtrat tonë, që të kuptojmë sakt se qysh me u ballafaqu me këta njerëz, me këto nënçmime, me mos vlerësime, me mos respektimin e të tjerëve. Nëse ndodh në mënyrë që të mos kompleksohen muslimanët, në mënyrë që ta kuptojnë sakt. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح. Vëllezërit e Jusufit a.s. Çka thanë për Jakubin? Çka vlerësimet e njerëzve sa kanë pesh tek njerëzit e sa kanë pesh tek Allah subhanahu wa taala. Çka thanë për Jakubin a.s. për babën e tyre? Ai ishte më i udhëzuar, ishte pejgamberi i Allahut. Vëllezërit e Jusufit nuk ishin pejgamber. Jakubi a.s. ishte më i ndershmi, ishte më i dashur tek Allah subhanahu wa taala. Ishte më i udhëzuari. Çka thanë për Jakubin a.s. Inna abana la fi dhalalin mubin. Me të vërtet, babai ynë është në një humbje, në një devijim të qartë. Ndërkohë që ai ishte më i udhëzuari. Për Shuaibin a.s., i cili ishte i zgjedhur në popullin e tij, njeriu më i ndershëm, me karakterin më të mirë, më të lartë, njeriu më fisnik, më i afërt me Allahun xhelle xhelalu. Çka than populli i tij? Qalu ya Shuaibu ma nafqahu kathiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa. Than ata populli i Shuaibit than, o Shuaib, na me të vërtet nuk po kuptojmë shumë nga ajo që po flet. Na të konsiderojmë ty si të dobët në mesin tonë. Dhe i than, sikur mos t'ishte farefisi it, do të kishim gurzuar, do mbytur me gur. Wa ma anta alejna bi aziz, dhe ti tek ne nuk ke vlerë, nuk ke rëndësi. Shikoni çfarë vlerësimi, çfarë nënçmimi, vlerësim totalisht i gabuar, nënçmim i rëndë për Shuaibin, edhe pse ishte njeri më i ndershëm, më i mirë, më fisnik, më i afërt me Allahun azza wa xal, më i devotshëm, që kishte frikë Allahun azza wa xal më së shumti. Kështu i thanë, dërsa për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam çka thanë? O qal kafiruna hadha sahirun kadhab. Dhe pabesimtarët thanë për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, hadha sahirun kadhab, ai është magjistar, është gënjeshtar. Deri para se me ardh shpallja, çush e kanë vlerësuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam? As-sadiq al-amin, ai që e thot të vërtetën, ai i cili është i besueshëm. Ndërsa pasi që i ardh shpallja, pasi që është bërë pejgamber, kanë shpif për to në mënyrë më të keqe. Aja ka ul kjo vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ja ka ul vlerën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Prandaj ajo që është mes te dhe Allahut azza wa jalla, ajo është me rëndësi. Allahu e din kush je ti, Allahu ta din zemrën tënde. Prandaj nuk duhesh me u brengos, nuk duhesh me u piklu, nuk duhesh me u mërzit për fjalët e njerëzve. Derisa i ke raportet mirë me Allahun azza wa jall. Shiko Firauni, i cili ishte tirani më i madh, njeriu më i keq, për Musën, çka tha? Inni la adhunnuka ya Musa mashura. Tha, un po mendoj për ty o Musa se ti ke rënë në magji. Kush po vlerëson këtu? Tirani më i madh, njeriu më i keq, zullumçari më i madh për pejgamberin e Allahut, për Musën alayhis salam, që ishte prej ulul azm, prej njerëzve më të zgjedhur, prej 5 pejgamberëve të zgjedhur, prej njerëzve më të dashur tek Allah subhanahu wa taala. Musa alayhis salam, njëtën kohë me Khidrin, kur shkun tek ai fshati, fantalaqa hatta idha ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha fa abaw an yudayyifuhuma. Thot Allahu azza wa jalla, shiko, kur ata të dytë shkuan tek ai fshati dhe kërkuan buk, ushqim nga banorët e fshatit, fa abaw an yudayyifuhuma. Dhe ata refuzuan t'i bënin konak, t'i ofronin konak. Refuzuan t'i ofronin konak.
ti planonin si misafir, ti jepnin ushqim. Njerëzit më të mirë në atë kohë, kështu u pritën nga ata njerëz që nuk ja dinin vlerën. Pra ka mundësi që njerëzit mos me ta dinë vlerën, ka mundësi që njerëzit me të shpif për ty, ka mundësi njerëzit me të nënvlerësu, me të nënçmu, mos me të respektu. Ajo që është për ty me rëndësi dhe ky është ai eliksiri. Ti nëse je i mirë me Allahun azza wa jalla, nëse e ki raportet e mira me Allahun xhelle xhelalu, ato nuk të bëjnë dëm, sepse ti ki punë të lidhura me Allahun. Allahu është ai që të ngrit, Allahu është ai që të jep bereqet, Allahu është ai i cili të mbron, të ngrit vlerën, të jep bereqet dhe të vendos në grada të larta në xhenet. Nëse je i mirë me Allahun azza wa jalla, dhe nëse nuk je i mirë, nëse bën keq dhe prap njerëzit të lavdrojnë, ajo ty nuk të bën dobi. Nuk të bën dobi, belil insanu ala nafsihi basira. Thot Allahu azza wa jalla, me të vërtet njeri, por se me të vërtet njeriu është i njohur me gjendjen e tij. Dëshmon veprat e tij. Walau alqa ma'adhira, edhe nëse ai ofron justifikime apo shfaqësime, apo mundohet me u shfaqësu, vetveten e njeh shumë mirë dhe gjymtyrët e tij dëshmojnë kundër tij nëse ka bërë keq. Prandaj, sa bukur kishte thënë Malik ibn Dinar, dëgjoni mirë këtë fjali në kuadër të kësaj që përmendëm. Edhe këtë në fund mund ta marrim si parim në raport me fjalët e njerëzve. Edhe nëse të lavdrojnë, thurin lëvdata, mos u mashtro, sepse shumicën e rasteve e teprojnë, ndërsa ti e njeh gjendjen tënde, e njeh veten tënde. Nëse ka diçka reale në atë që thonë, atëherë ti duhesh atë mirë me atribu Allahut azza wa jall. Në asnjë mënyrë nuk lejohet t'i atribuosh vetvetes tënde, sepse atë mirë e ki vetëm prej Allahut xhelle xhelalu. Të thuash kokë ulur, falëndërues, modest, me modesti, elhamdulillah, ajo është prej Allahut subhanahu wa taala. Dhe tërë falëndërimi i takon Allahut azza wa jall. Allahu subhanahu wa taala ka thonë për pejgamberin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, shiko, wa kana fadlullahi alayka azima, dhe mirësia e Allahut ndaj teje ishte e madhe. Prandaj Malik ibn Dinar, që mos ta harroj, në fund ai tha kështu në këtë fjali, kaq të bukur, tha, prej si i njoha njerëzit, nuk u gëzova me lëvdatët e tyre, e as nuk u hidhrova me nënçmimet e tyre, e as nuk u mërzita me nënçmimin e tyre. I than, si kjo, o Eba Jahja? I tha kështu, tha, e pash se ai që e lavdron dikë, pra që thur lëvdata për dikë, e tepron. Zakonisht e tepron. Dhe njëkohësisht edhe ai i cili e nënçmon dikë, domethënë e tepron. Edhe ai që nënçmon e tepron, edhe ai që e lavdron dikë e tepron. Ndërsa esenca është fakti se ti e njeh vetveten tënde. Ti e din kush je ti. Ti i din mangësitë tua. Dhe edhe nëse krejt bota të lavdrojnë, nëse ti ki gjendjen e keqe me Allahun azza wa jall, ato nuk bojnë dobi. Ndërsa edhe nëse krejt bota folin keq për ty, e ti e ki raportet e mira me Allahun azza wa jall, je në një gradë të lartë të dashurisë me Allahun azza wa jall, atëherë ato nuk të bojnë dëm. Ti e njeh vetveten, ndërsa vlerësimet e njerëzve nuk kanë vlerë, nuk të bëjnë dëm. Mos e haro këtë. Allahu të rujt, Allahu të bekoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. إنهم الرهط لا ريب فيهم على نجب الفردوس بالنور تسرح